Ambasadori i Kosovës në Shqipëri, zoti Skënder Durmishi, u takua sot me rektorin e Universitetit Jahucana, kundër të tjera u ndalën edhe tek bashkëpunimet akademike me universitetet e Kosovës. Kjo është pjesë e punës time, pjesë e detyrave të një ambasadori që të takoj të gjitha segmentet shoqërore, bashkit, jo vetëm Tirana, por edhe jashtë Tiranës, siç kam vizituar edhe disa universitete, shumicën, edhe universitete të tjera të Shqipërisë, sot i erdhi radha Universitetit të Gjirokastrës dhe kam një kënaqësi të veçantë. Takimin e parë pata me rektorin, zotin Canaj dhe bashkëpunëtorët e tij, ekipin e ngushtë, Zavencia, dhe patëm bisedimet e para lidhur me bashkëpunimin e mëtejm. Universiteti juaj, pra Universiteti i Gjirokastrës, ka bashkëpunim të shkëlqyer me Universitetin e Prishtinës dhe me universitetet tjera të Kosovës. Është tashmë një përvojë me cilën mburren të dy palë, dhe çështja është që edhe më tutje të thellohet ky bashkëpunim, dhe kjo vizitë ime është pjesë e këtij plani që të mund të ndihmoj me aq sa mund ndihmoj një ambasadë, qoftë me koordinim apo në çdo formë tjetër. Mëtej Durmishi në sallën e Mediatekës mbajti leksion mbi historinë 18-vjeçare të pavarësisë së Kosovës, ku foli për arritjet dhe sfidat, me studentë dhe pedagogë që u bën pjesë e tij. Ai foli edhe për situatën aktuale politike të vendit të tij. Situata politike është normale, është një proces specifik me disa cikle që i patëm për konstituimin e institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të fundit. Është në proces, pra presim që shumë shpejt të sqarohen disa dilema rreth procedura për zgjedhjen e presidentit, ndërsa çdo gjë është brenda rregullave, brenda ligjeve, kushtetutës të Kosovës. Demokracia nganjëherë ka edhe kosto, por është gjithmonë e pazaventësueshme nga çdo aspekt. Pra presim që edhe këto të përfundojnë shpejt dhe të ecim tutje me planet, projektet zhvillimore që ka Kosova. Shumica e njerëzve në Kosovë mendojnë se do të ishte mirë të ishin shmangur ato, por edhe nëse nuk shmangen, prapë janë pjesë e procedura që parashihen me ligjet e Kosovës. Asnjë alternativë asaj që është procedurë demokratike nuk preferon Kosova që të ndjekë rrugë më të shkurtra, po duke anashkaluar procedurat ligjore, rregullativat e tjera. Pra besoj që edhe këto do përfundojnë shumë shpejt dhe vazhdojmë me ritmet normale. Pavarësia e Kosovës u shpall më 17 shkurt të vitit 2008, nga Kuvendi i Republikës në Prishtinë, me 109 deputetë të pranishëm u shpall një zëri shtet sovran dhe demokratik, duke kurorzuar përpjekjet e gjata për liri.